Në një fshat të vogël malor, ku dimri vinte herët dhe rrugët e ngushta mbuloheshin me dëbor, jetonte Vina, një vajzë e re që kishte kaluar jetën e saj me sakrificave. Familja e saj ishte e varfër dhe çdo ditë ishte një luftë për të siguruar bukën e gojës. Por, ajo nuk e kishte humbur kurrë shpresën. Zemra e saj ishte e mbushur me ëndra të mëdha, edhe pse rrethanat e kishin kufizuar. Vina kishte vetëm një djalë të vogël, Arionin, një foshnjë që e kishte sjellë në jetë pas një historie dashurie të ndarë me dhunë dhe paragjykime. Babai i foshnjës ishte larguar dhe shoqëria e fshatit e kishte gjykuar ashpër. Nuk kishte pasur mënyrë tjetër për të mbijetuar përveç se të bënte një zgjedhje që do të shkunte botën e saj të brisht. Një natë të ftohtë në janar, ndërsa era kërciste nëpër dritare, një makinë e errët u ndal para shtëpisë së saj. Brendësia e saj ishte plot shpresa dhe frikë të njëkohshme. Një grua e veshur me pallto të shtrenjta dhe me sy që shkëlqenin në dritën e rrugës i ofroi një mundësi të pazakontë. Një spital privat jashtë vendit do të siguronte mirëqenien dhe të ardhmen e foshnjës së saj. Nëse ajo do ta lëshonte atë për adoptim, Vina nuk mund ta pranonin lehtë këtë. Ajo e dinte se duke dhënë Arionin do të ishte një dhimbje që nuk do të shruaj kurrë. Por, kur kujtoi dimrat e urisë dhe sytë e foshnjës që i mbusheshin me lot kur nuk kishte çfarë t'i jepte, ajo e kuptoi se nuk kishte zgjidhje tjetër. Me një lot të fundit në faqe, ajo mbajti Arionin në krah dhe e përqafoi fort. "Më fal, o bir", i tha me zë të dridhur. "Një ditë do të kuptosh se e bëra këtë për ty." Në agimin e asaj dite, një taksi private e priste jashtë. Me dorën e dridhur, ajo ja dorëzoi foshnjën gruas që do të ishte përkohësisht prindër për të. Dhe ndërsa makina u largua, Vina mbeti vetëm në rrugën e ftohtë të fshatit, me një boshllëk që e thithte çdo copë të shpirtit të saj. Pas largimit të foshnjës, Vina u përball me realitetin e jetës vetëm. Punoi ditë e natë, duke ecur mes qyteteve të mëdha për të gjetur mundësi që do t'i lejonin të mos varfërohej. Ndërkohë, brenda saj rritej një vendosmëri që një ditë do të kthehej dhe do të rimarrë atë që i takonte, djalin e saj. Gjatë viteve të ardhshme, ajo ndërtoi një biznes të vogël në fillim, por me inteligjencën dhe vendosmërinë e saj, ai u bë një kompani ndërkombëtare. Vina nuk u ndal kurrë. Ajo nuk kishte harruar kurrë Arionin dhe mendja e saj ishte gjithmonë tek ai. Çdo vendim i madh që merrte kishte një qëllim të fshehtë, të siguronte mjetet për t'ia kthyer fëmijës së saj një jetë që nuk kishte mundur ta kishte nga ajo lamtumir e dhimbshme. Në këtë periudhë, ajo kishte njohur njerëz të rëndësishëm, bëri lidhje biznesi dhe fitonte çdo ditë më shumë pasuri. Por pasuria nuk e mbushte boshllëkun në zemrën e saj. Çdo herë që shihte një fëmijë të vogël në rrugë, kujtonte Arionin dhe ndjente një dhimbje të thellë. Në një pasdite të vjeshtës, ndërsa dielli binte mbi qytetin ku ajo tashmë kishte krijuar perandorinë e saj të biznesit, Vina vendosi se nuk mund të prisnin më. Ajo filloi të kërkonte informacione, duke përdorur çdo kontakt që kishte, çdo lidhje, çdo mënyrë për të gjetur foshnjën që kishte lënë pas kaq shumë vite më parë. Ajo e dinte se rruga do të ishte e vështirë dhe e mbushur me pengesa. Por një gjë ishte e sigurt, dashuria e saj për djalin nuk ishte asnjëherë e humbur. Dhe tani, pas 30 vitesh, Vina po fillonte rrugëtimin e saj më të madh, një udhëtim që do ta çonte drejt një përballjeje me të kaluarën dhe një rifillim të mundshëm me djalin që kishte lënë pas aq shumë kohë më parë. Pas atij vendimi të madh, Vina e dinte se nuk mund të mbetej pasive. Ajo kishte kaluar gjithë jetën duke luftuar për të mbijetuar dhe për të ndërtuar perandorinë e saj financiare, dhe tani e vetmja betejë që i mbetej ishte gjetja e djalit të saj, Arionit. Fillimisht, ajo u përball me pengesa që dukeshin të pamundura. Dokumentet e vjetra të adoptimit ishin të fshehura në arkivat e një qyteti të largët dhe shumë njerëz që njihnin historinë e saj ishin zhdukur ose nuk dëshironin të flisnin. Por Vina nuk e humbi kurrë shpresën. Ajo përdori të gjitha kontaktet që kishte krijuar gjatë viteve si një biznesmene ndërkombëtare, avokat të shuar, punonjës të qeverisë dhe agent privat që ishin të aftë të hulumtonin informacionet më të fshehta.
Çdo informacion që arrinte ishte një copës e vogël e puzlejit që ajo po përpiqej të kompletonte. Ajo mësoi emrin e familjes adoptive të Arionit dhe qytetin ku kishte kaluar fëmijërinë e tij. Por ndërsa merrte këto të dhëna, një ndjenjë frike dhe ankthi e pushtonte shpirtin e saj. Çfarë nëse djali nuk do ta pranonte? Çfarë nëse ai nuk kishte nevojë për të, apo nuk do të kishte vend në jetën e tij për nënën që e kishte lënë pas aq shumë vite më parë? Vina nuk lejonte që këto mendime ta ndalonin. Me një pasion të fortë, ajo vendosi të udhëtonte në qytetin ku Arioni kishte kaluar fëmijërinë. Ajo kishte marrë kontakt me një agent privat që do të ndihmonte në gjetjen e vendbanimit të tij aktual. Në çdo hap të këtij rrugëtimi, Vina ndjente një kombinim frike dhe shprese që e bëri çdo ditë më të vështirë, por dhe më të gjallë. Kur mbërriti në qytet, gjithçka dukej e ndryshme nga ajo që ajo kishte imagjinuar. Rrugët ishin të mbushura me njerëz të panjohur, ndërtesat ishin më të larta dhe më të shtrenjta se sa kishte parë ndonjëherë në fshatin e saj. Por ajo nuk e lejonte këtë mjedis të intimidonte. Ajo filloi të pyeste për Arionin, duke përdorur imazhin e tij të vogël që kishte ruajtur në kujtesën e saj. Shumë njerëz nuk e njihnin, disa buzëqeshnin dhe disa e shikonin me habi, por ajo nuk u dorëzua. Një ditë, një burr i moshuar që punonte në një dyqan librash i dha një informacion të çmuar. Një djalë që ka ardhur këtu si fëmijë adoptiv, ka qenë gjithmonë i veçantë. Emri i tij është Arion dhe jeton në periferi të qytetit. Ka hapur një kompani të vogël dhe nuk është shumë i pranishëm në rrjetet sociale. Vina ndjeu një val lehtësimi dhe emocion të thellë. Ishte një gjurmë që do ta çonte më afër synimit të saj. Por ajo e dinte që sfida e vërtetë sapo kishte filluar, si të afrohej tek djali i saj pas kaq shumë vitesh, pa e frikësuar apo tronditur, dhe si ta fitonte besimin e tij që ishte humbur për dekada. Ajo kaloi net të tëra duke menduar strategji, duke krijuar plane për takimin e parë dhe duke përgatitur historinë e saj për atë që kishte ndodhur. Vina e dinte se çdo hap duhej të ishte i matur, çdo lëvizje e menduar. Një gabim i vetëm mund të prishte gjithçka, kështu nisi rruga e saj e vështirë drejt rikthimit të një marrëdhënieje që nuk kishte fund. Takimi me djalin që kishte dashur dhe braktisur, por që gjithmonë kishte qëndruar në zemrën e saj. Pas 30 vitesh dhimbje, sakrificë dhe pasuri të fituar me mund, Vina ishte gati të përballej me të kaluarën dhe të kërkonte atë që i takonte. Takimi i parë, pas javësh hulumtimi dhe planifikimit të kujdesshëm, Vina më në fund e kishte gjetur vendbanimin e Arionit. Ai jetonte në një lagje të qetë, me shtëpi moderne dhe kopsht të mirëmbajtur, një gjurmë e qartë e një jete të suksesshme që ai kishte krijuar vetë. Vina e dinte se çdo hap që bënte tani ishte vendimtar. Një takim i pamenduar mund të shkatëronte shanset për të ribërë lidhjen me djalin e saj. Ajo qëndroi në makinë, duke e parë nga larg Arionin që dilte nga shtëpia e tij. Ai ishte rritur shumë, fytyra e tij mbante shenjat e kohës, por syri i tij kishte të njëjtin shkëlqim të foshnjës që ajo kishte mbajtur në krah kaq shumë vite më parë. Një ndjenjë e fortë emocioni përshkoi Vinën. Zemra i rrite me shpejtësi dhe ajo ndjeu një val ankthi që e dridhte tërë trupin. Pasi u përpoq të qetësohej, ajo vendosi të afrohej me kujdes. Fillimisht, Vina shkoi në një kafe pranë shtëpisë së Arionit, duke bërë sikur ishte një klient i zakonshëm. Ajo e shikonte nga larg dhe përpiqej të kuptonte mënyrën e tij të jetesës, rutinën e tij dhe shenjat e mundshme të ndryshimeve që kohërat kishin sjellë. Pas disa ditësh vëzhgimi, Vina krijoi një plan për ta takuar Arionin në mënyrë të rastësishme. Ajo blinte libra në librari të afërta ose bënte shëtitje në parqet ku ai shpesh ushtronte. Një ditë, rastësia e saj duket se u bë fat. Arioni po dilte nga zyrat e tij dhe përplaset lehtë me të, duke rrëzuar një dosje që mbante në duar. "Oh, më falni," tha ai, duke u përpjekur të griste dokumentet që ranë. "Nuk ka problem," u përgjigj Vina me një buzëqeshje të ngrohtë, duke u përpjekur të ruante qetësinë. "Mund t'ju ndihmoj të mblidhni këto?" Arioni e shikoi me habi për një moment, pastaj pranoi ndihmën e saj.
Ndërsa mblidhte dokumentet, ai I hodhi një sy të shpejt dhe pyeti, ju dukeni familjar. A jeni nga ky qytet? Vina ndjeu se zemra I dridhej, por përpiqej të dukej e qetë. Jo, sapo kam ardhur këtu. Thjesht po vizitoj librarit dhe kafet e lagjes. Ajo tha me një ton të thjesht, por të ngrohtë. Biseda e parë ishte e shkurtër, por për Vina ishte një hap I madh. Ajo e kuptoi se duhet të vazhdonte me kujdes. Takimi I parë I drejt për drejt ishte I mbushur me emocione të përziera, ankth, frikë dhe një dashuri që nuk kishte zbehur kurrë. Ditët pas atij takimi, Vina filloi të ndërtonte një marrëdhënie të ngadaltë me Arionin. Duke filluar nga biseda të rastësishme dhe duke ofruar ndihmë të vogla, duke krijuar një lidhje të ngrohtë pa zbuluar menjëherë se ajo ishte nëna e tij. Çdo moment ishte I mbushur me tension dhe shpresë. Ajo duhej të gjente momentin e duhur për të treguar të vërtetën. Pa e tronditur Arionin apo duke e bërë atë të ndjente tradhti, ndërsa koha kalonte, Vina mësoi më shumë për djalin e saj, ëndrat e tij, frikërat dhe mënyrën se si ai e kishte ndërtuar jetën e tij. Ajo ishte e befasuar nga pjekuria dhe fuqia që kishte zhvilluar Arioni, duke e bërë të kuptonte se ai kishte kaluar shumë sfida pa të. Por zemra e saj ishte e sigurt, dashuria e saj për të nuk kishte dobësuar asnjë çast. Vina e dinte se momenti I vërtet, ai ku do t'i tregonte Arionit se kush ishte me të vërtet, po afrohej. Dhe ndërsa ndodhte kjo, ajo përgatitej për përballjen më të madhe të jetës së saj, të bashkonte zemrën e saj me djalin që kishte dashur dhe humbur për 30 vjet. Ditët kaluan dhe Vina vazhdoi të ndërtonte një lidhje të ngadaltë me Arionin. Çdo bisedë e shkurtër, çdo moment I vogël I përbashkët, e ndihmonte atë të ndjehej më afër djalit të saj. Por Vina e dinte që nuk mund të vononte pafundësisht. Koha kishte kaluar dhe Arioni meritoi të dinte të vërtetën. Një pasdite të ngrohtë pranverore, Vina vendosi se momenti kishte ardhur. Ajo e ftoi Arionin për një kafe në një vend të qetë, larg vëmendjes së syve të panjohur. Zemra I rrite me shpejtësi ndërsa ata u ulën në një tavolinë të vogël buzë dritares, ku dielli depërtonte butësisht. Arion, nisi ajo me një zë të dridhur, ka diçka që duhet të tregoj. Nuk e di si do të reagosh, por nuk mund të mbaj më këtë sekret. Arioni e shikoi me habi, duke ndjerë se kishte diçka serioze në tonin e saj. Çfarë është, Vina? Pyeti ai, me një ndjenjë të lehtë shqetësimi. Vina mori frymë thellë dhe nisi të tregonte historinë e saj, si kishte qenë e re, si kishte lindur atë foshnjë që quhej Arioni, dhe si kushtet e vështira dhe mungesa e mundësive e detyruan ta lëshonte për adoptim. Ajo tregoi çdo detaj me ndjenja të thella, dhimbjen që kishte përjetuar gjatë lamtumirës, vendosmërinë për t'i ofruar djalit një të ardhme të sigurt, dhe dashurinë që nuk kishte dobësuar kurrë. Arioni e dëgjoi në heshtje, duke ndjerë një val emocionesh që përziheshin, trishtim, zemërim, por edhe një lloj lehtësimi që më në fund po mësonte të vërtetën. Ai ndjeu dhimbjen dhe sakrificën e nënës që kishte humbur, dhe filloi të kuptonte se të gjitha vendimet e saj kishin lindur nga dashuria më e pastër. Ti je nëna ime? Tha ai me zë të dridhur, duke u përpjekur të kuptonte fjalët që sapo kishte dëgjuar. Po, bir, përgjigj Vina, me lot në sy. Kam kaluar çdo ditë duke menduar për ty, nuk ka pasur një çast pa ty në mendjen time. Një heshtje mbajti tavolinën për disa sekonda, e ndjekur nga një ndjesi e veçantë. Ajo e ndjeu se Arioni po e pranonte dhimbjen dhe dashurinë që kishte ndjerë gjithmonë për nënën që nuk kishte njohur. Ai e shikoi me lot në sy dhe pa e kuptuar filloi të afronte dorën e tij, duke kapur dorën e saj. Kam shumë pyetje. Shumë, tha Arioni, por zëri I tij ishte I butë, pa zemërim, vetëm kuriozitet dhe një dëshirë për të kuptuar. Do t'i përgjigjem të gjitha, tha Vina, duke e mbajtur dorën e tij ngrohtë. Do të më lejoj të jem pjesë e jetës tënde tani, në çdo mënyrë që dëshiron. Valet e emocioneve shpërthyen gradualisht, duke krijuar një lidhje të re mes tyre. Ai ndjeu dhimbjen dhe sakrificën, ajo ndjeu lehtësimin dhe shpresën. Një kapitull I ri filloi atë ditë, një kapitull ku dashuria e humbur për 30 vite u rikthye, e fortë dhe e pastër.
Duke mbushur boshllukun që kishte ekzistuar në zemrën e tyre për dekada, Vina dhe Arioni u ulën atje për orë të tëra, duke folur për fëmijërinë, për jetën e kaluar dhe ëndrat që kishin ndarë. Ajo dëgjoi historitë e tij, ai dëgjoi historitë e saj, dhe së bashku ndërtuan urat e një marrëdhënieje që askush nuk mund ta thyente. Pas takimit dramatik dhe emocional, Vina dhe Arioni filluan të ndërtonin një marrëdhënie të re. Por, pavarësisht gëzimit që ndjenin, rruga drejt një ribashkimi të plot nuk ishte e lehtë. 30 vite largësi nuk mund të fshiheshin thjesht me një takim. Në ditët dhe javët që pasuan, Vina vizitonte Arionin rregullisht. Ajo nuk kërkonte të zëvendësonte kujtimet ose prindërit që ai kishte njohur, përkundrazi, ajo përpiqej të ishte një prani e kujdesshme dhe e ngrohtë në jetën e tij. Ata shëtitnin bashkë në park, pinin kafe dhe ndanin histori të thjeshta të përditshmërisë. Arioni ishte i ndarë mes emocioneve. Një pjesë e tij ndjej e tradhtuar dhe e mërzitur nga fakti që nuk kishte njohur nënën e tij më parë. Por një pjesë tjetër ndjente një dashuri të papritur dhe të fortë, një ndjenjë të natyrshme që nuk mund të mohojë. Ai shite përpjekjet e Vinës, për kushtimin dhe durimin, dhe ndjeu se ajo ishte një pjesë e pandashme e jetës së tij tashmë. Ndonjëherë është e vështirë të kuptoj gjithë këtë, i tha ai një mbrëmje, ndërsa pinin çaj në apartamentin e tij. 3 dekada pata dhe tani. Duket sikur duhet të mësoj gjithçka për ty nga e para. E di, bir, iu përgjigj Vina me zë të butë, dhe nuk pres që të ndodhë gjithçka menjëherë. Do ta ndërtojmë këtë marrëdhënie hap pas hapi, pa nxitim. Ata filluan të planifikojnë ditët bashkë. Duke përfshirë gjëra të thjeshta si gatimi së bashku, shëtitjet në natyrë dhe takimet me miqtë e përbashkët që kishin njohur historinë e tyre. Vina dëshironte që Arioni të ndihej i sigurt dhe i dashur, jo i detyruar të pranonte diçka që mund ta trondiste, por ribashkimi nuk ishte vetëm i ëmbël, sfidat e para shfaqeshin ngadalë. Arioni kishte krijuar një pavarësi dhe një rutinë të vetën, dhe disa nga vendimet e Vinës, të bazuara në dashuri dhe shqetësim, ndonjëherë ndeshnin rezistencën e tij. Ajo duhej të mësonte të respektojë hapësirën e tij, dhe ai duhej të mësonte të pranonte praninë e saj në jetën e tij. Një mbrëmje, Arioni e pyeti: "Si e bëre gjithçka, Vina?" Si u bëre kaq e suksesshme, Vina buzëqeshi, duke kujtuar të kaluarën e saj të vështirë, me shumë sakrifica dhe punë të palodhur, tha ajo. Por gjithmonë kam menduar për ty, çdo vendim që kam marrë, çdo mundësi që kam shfrytëzuar, ishte për ty, për të siguruar që kur të vijë dita që të takoj, të kem diçka të vlefshme për të ofruar. Fjala e saj preku Arionin thellë. Ai e kuptoi se gjithë pasuria dhe suksesi i Vinës nuk ishin thjesht për vete, por një pjesë e sakrificës së saj për të. Në atë moment, ai filloi të ndjente jo vetëm respekt, por edhe një dashuri të ngrohtë për nënën e tij që kishte luftuar aq shumë për të. Në javët dhe muajt e ardhshëm, marrëdhënia e tyre u forcuar ngadalë. Ata mësuan të komunikojnë hapur, të ndajnë frikrat dhe ëndrat, dhe të ndërtonin kujtime të reja së bashku. Vina nuk mund të rikthente vitet e humbura, por mund të krijonte një të ardhme ku ajo dhe Arioni do të ishin bashkë, duke u përballur me çdo sfidë që mund të vinte. Ribashkimi i tyre ishte i ngadalë, por i qëndrueshëm, i bazuar mbi respekt, durim dhe dashuri të pastër. Vina e dinte që ky ishte vetëm fillimi i një kapitulli të ri, ku ajo dhe djali i saj do të mbanin lidhjen që askush dhe asgjë nuk mund ta thyente, ndërsa marrëdhënia e Vinës dhe Arionit fillonte të forcohej. Jeta nuk i kursente sfidat. Arioni kishte krijuar një rrjet shoqëror dhe profesional që nuk e njihte Vinën. Disa miq të tij e pan praninë e një gruaje të re në jetën e tij me dyshim, duke menduar se ajo ishte dikush që mund t'i ofronte vetëm ndikim ose këshilla financiare. Vina ndjeu tensionin. Ajo nuk donte të ndërhynte në jetën e djalit të saj në mënyrë që të shkaktonte konflikt. Por disa herë, përballja me paragjykimet e jashtme bëhej e pamundur të shmangej. Një pasdite, gjatë një takimi me miq të Arionit, një prej tyre bëri një koment të hidhur: "Duket sikur po shfaqet gjithmonë në jetën tënde kur ka sukses", tha ai me një ton të nënçmuar. Arioni u skuq, por nuk e priti që Vina të përgjigjej. Ajo mbajti qetësinë, duke mos pranuar të debatonte.
Ai e kuptoi se reagimi i saj ishte i matur dhe i bazuar mbi respekt për të, dhe kjo i dha një siguri të re brenda vetes. Ai filloi të kuptonte se dashuria e saj nuk ishte për fitim, por për kushtim i vërtet. Përveç sfidave të jashtme, sfidat më të mëdha ishin brenda tyre. Arioni ende kishte frikë se ndonjëherë marrëdhënia e tyre do të ishte e pasigurt, se sakrificat e së kaluarës mund të krijonin pengesa të pakapërcyeshme. Vina, nga ana tjetër, përpiqej të mos e mbingarkonte djalin me emocionet e saj, duke balancuar nevojën për të qenë pranë tij dhe respektin për pavarësinë e tij. Një ditë, gjatë një shëtitjeje në park, Arioni e pyeti me zë të butë: "Vina, a më do ashtu si një nën? A është dashuria jote e vërtet, apo është pjesë e asaj që nuk mund të bëre më parë?" Vina e shikoi thellë në sy dhe iu përgjigj: "Asnjë gjë në këtë botë nuk mund ta bëjë këtë dashuri të pavlefshme. E kam dashur gjithmonë dhe e dua për atë që je, jo për atë që kam humbur." Fjalët e saj preken thellë Arionin. Ai ndjeu një lehtësim të madh, duke kuptuar se çdo sakrificë dhe çdo përpjekje e Vinës kishte qenë e sinqertë dhe e bazuar mbi dashuri të pastër. Në atë moment, ai kuptoi se nuk kishte vend për zemërim apo keqkuptime. Kishte vetëm një rrugë përpara, së bashku, por sfidat nuk ishin mbaruar. Familja e Arionit, e cila kishte njohur vetëm figurën e babait adoptiv dhe historinë e fëmijërisë së tij, nuk e pranoi menjëherë praninë e Vinës. Ishin të kujdesshëm dhe skeptik. Disa shprehen shqetësime se ribashkimi mund të trondiste Arionin emocionalisht, ndërsa të tjerët menduan se kjo mund të krijonte tensione në marrëdhëniet e tyre. Vina dhe Arioni u përballën me një realitet të vështirë. Përveç se duhej të rikthenin marrëdhënien e tyre të humbur, ata duhej të ndërtonin ura besimi dhe respekti me të tjerët në jetën e Arionit. Kjo ishte prova e fundit e maturisë dhe forcës së tyre si nën e birë. Me durim, dashuri dhe sinqeritet, ata filluan të tejkalonin pengesat. Vina tregonte dashurinë e saj pa imponuar, ndërsa Arioni mësonte të pranonte praninë e saj si pjesë e natyrshme e jetës së tij. Sakteherë, sfidat që duken të pamundura, ngadalë u kthyen në mundësi për të forcuar lidhjen e tyre dhe për të ndërtuar një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të pathyeshme. Pas muajsh sfidash, emocioneve të forta dhe përpjekjesh të përbashkëta, Vina dhe Arioni arritën të krijonin një marrëdhënie të qëndrueshme. Ata kishin kaluar së bashku momentet më të ndërlikuara, kishin përballuar paragjykime dhe sfida të jashtme, dhe kishin mësuar të komunikonin hapur për çdo frikë dhe shqetësim. Tani mund të ndieshin të lirë të ndërtonin një të ardhme së bashku. Një mëngjes të pranverës, Arioni e ftoi Vinën të vizitonin shtëpinë e tij të fëmijërisë, vendin ku kishte kaluar vitet e para të jetës me familjen adoptive. Kur arritën, gjithçka dukej si një kujtim i gjallë i së kaluarës, por tani me praninë e nënës së tij për herë të parë. Ata ecën ngadalë nëpër oborrin e kopshtit, duke ndjerë çdo copë historie dhe duke e kujtuar atë që ishte dhe atë që do të ishte. "Këtu kam kaluar shumë gjëra," tha Arioni, duke shikuar shtëpinë e vjetër, "por tani ndihem i plot. Sepse ti je këtu." Vina e shikoi me lot në sy. Ajo ndjeu se sakrifica e saj e 30 viteve kishte dhënë fryte. Djali i saj nuk ishte vetëm pranë saj fizikisht, por edhe emocionalisht i lidhur ngushtë me të. Në ditët që pasuan, ata filluan të ndërtonin tradita të reja së bashku. Secili aktivitet i vogël, qoftë një darkë e përbashkët, një shëtitje në park, apo një diskutim i qetë mbi të ardhmen, i afronte më shumë. Arioni mësoi të shijonte praninë e nënës së tij dhe Vina mësoi të shijonte frytet e dashurisë së saj që nuk kishte dobësuar kurrë. Një nga momentet më emocionuese erdhi kur Vina dhe Arioni organizuan një darkë për familjen e zgjeruar, ku ata i prezantuan njëri tjetrin si nën dhe bir. Fillimisht, disa ishin të hutuar dhe të rezervuar, por ndërsa pan dashurinë e ndërsjellë dhe respektin që kishin ndërtuar, gjithçka u zbudh. Një ndjenjë e përbashkët mirëkuptimi dhe respekti mbushi dhomën. Është e mahnitshme të shohësh sa shumë dashuri mund të rikthehet, tha një prej anëtarëve të familjes, duke buzëqeshur me ngrohtësi. Vina dhe Arioni ndiheshin të lumtur dhe të qetë. Ata e kuptuan se, pavarësisht të kaluarës, çdo sakrificë kishte një kuptim. Çdo vit i humbur nuk ishte i kodë, sepse i kishte dhënë Arionit mundësinë të rritej i fortë dhe i pavarur, dhe tani mund të përjetonin një lidhje të re,
të plotë dhe të qëndrueshme. Ditët kalonin dhe ata filluan të planifikonin ëndrat e tyre së bashku, udhëtime, projekte dhe momente të vogla të përditshme që tani kishin një kuptim të ri. Vina mësoi të lejoj djalin të jetë vetvetja dhe Arioni mësoi të pranonte dashurinë dhe mbështetjen e nënës së tij. Në një mbrëmje të qetë, ndërsa shikonin diellin që perëndonte mbi qytet, Arioni mori dorën e Vinës dhe i tha: "Fal teje, tani kam një të ardhme që nuk e kam imagjinuar kurrë. Nuk jam vetëm dhe nuk do të jem kurrë më." Vina buzëqeshi dhe e përqafoi ngrohtësisht. Ajo e dinte që sakrifica e saj, dhimbja dhe durimi i pafund kishin krijuar një kapitull të ri të jetës së tyre, një kapitull ku dashuria e humbur për 30 vite ishte rikthyer dhe do të qëndronte përgjithmonë. Dhe kështu, pas 30 viteve ndarje dhe sakrificë, Vina dhe Arioni filluan një jetë të re së bashku, të mbushur me dashuri, respekt dhe shpresë, duke ndërtuar një të ardhme ku asnjë pengesë nuk mund ta thyente më lidhjen e tyre.